Live from Tirana. Në Top Albania Radio. U desh që të na vinte Kristi Gongo në studio, që të na dilte dielli, se unë shijoj shumë këtë rrezë e diellit kur bien këtu në studio, për ju që po na shihni, pra e kuptoni që kam të drejtë, po na shihni përmjet kanalit numër 10 në digital, sepse nuk jemi vetëm në transmetim radio. Gjithsesi mirë se keni ardhur në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka, për te xhamin e mua ndodhet kolegu im Danko Dixhi. Do të jemi së bashku deri në orën 12:00 për gati 120 minuta. Do ta nisim pak flash, do ta nisim pak me një ngjarje të ditëve të fundit, e duket se shoqëria jon shqetësohet vetëm kur raste të rënda si kjo për cilën do flasim bën publike në media. Do të flasim për ta perifrazuar, për t'ja u rikujtuar një ngjarje pastakon ka ndodhur në shkollën 9-vjeçare, pra Gustav Mahler, publike në kryeqytet, pasi u zbulua se një mësuese anglishteje predikonte pra në media është etiketuar si fija e Jehovait, por ne do ta sqarojmë pak me Kristi Gongon, me nxënësit e tij, dhe pse tashmë pra e dim që të gjithë që shkolla është laike, pra nuk mund të predikohet asnjë lloj feje apo asnjë lloj besimi. Ka shumë pikë pyetje të ngritura me këtë. Mësuesi është kërkuar nga puna, por do të flasim me atë të cilën hulumtoi këtë lajm, të cilët janë kishte raportuar Kristi Gongo, gazetare nga redaksia informative e Top Channel. Mirë se vjen programe, dashur. Faleminderit për ftesën, mirëmëngjes, me rrezet e diellit, edhe pse ishte parashikuar shi Ronaldo. Po, prandaj thashë që dëgjoj, më vjen të them edhe komplimente për punën, por edhe nuk e di sa mund të bëjmë komplimente në një rast që është realisht shqetësues. Pra nuk është shqetësues vetëm kur dy nxënës rrihen me njëri tjetrin në shkollë, absolutisht është një rast ekstrem, por të besoj që dhe raste të tilla nxënës në një moshë shumë delikate të dëgjojnë një mësues si mund të flasi për ngjalljen, për vdekjen, për botën e përtejme, për fundin e botës, apo të tilla si këto. Sigurisht është për të rast i gjithë ato rëndë që nuk e kanë, nuk e dinë si ngjarje dhe po informohen për herë të parë. Çfarë ka ndodhur, Kris? Ronaldo, në fakt është shqetësuese, është rast i rëndë dhe duhet të theksojmë faktin që ne kemi dhe marrim vazhdimisht shumë informacion për raste të ndryshme, për dyshime të caktuara ndaj arsimtarëve, ndaj nxënësve, ndaj strukturave monitoruese në përgjithësi, por në fakt në momentin që ne kemi dëshmi, në momentin që kemi masa, sigurisht që një lajm i tillë ka interes publik, sepse bëhet fjalë për nxënës, për fëmijë të cilët janë ende në formim e sipër dhe që është një moshë tepër delikate. Nisur nga rasti i shkollës publike Gustav Mahler në Tiranë, që është në qendër të kryeqytetit, pra është një shkollë publike të njohur të Tiranës. Sigurisht kur sinjalizohemi nga prindërit që ka ndodhur diçka e tillë, vëmendja është maksimale për të kuptuar më shumë çfarë ka ndodhur. Dëshmitë tregonin që bëhej fjalë për fenë e dëshmitarëve të Jehovait. Prindërit e shkollës? Prindërit të cilët ishin të shqetësuar. Për sa kohë është kishin rënë në dieni prindërit që mësuesi bënte këtë lloj predikimi? Prindërit kanë bërë denoncimin në drejtorinë e shkollës në datën 2 shkurt. Okej. Në datë 2 shkurt ka pasur ndërhyrjen e drejtorisë së shkollës dhe të shërbimit psikosocial, të cilët kanë hyrë në orën e mësimit të mësuesit anglishtes dhe kanë ndërprer procesin mësimor për të hulumtuar më shumë se çfarë mësimi zhvillonte profesori me nxënësit, për të pyetur nxënësit edhe për të kuptuar që sa qëndronte denoncimi i prindërve. Për të bërë një lloj hetimi brenda institucionit. Por duhet thënë që në fakt hetimi ka nisur pas sinjalizimit nga prindërit. Që do të thotë pra të gjitha hallkat në shkollë për të kontrolluar, siç na kontrollojnë ne, a jemi mirëmendërisht, ta bëjmë ndonjë gjë që s'duhet bërë në institucione private, duhet bërë edhe në shkolla, pra parimisht në shkolla. Kjo është për të çuditshme në fakt. Në fakt pyetja kjo është, sepse sigurisht ka individ caktuar që mund të kenë probleme të shëndetit mendor, mund të kenë probleme të sjelljes, mund të kenë probleme të ndryshme, por duke qenë se ka struktura monitoruese të kontrollit të gjithë stafit pedagogjik,
duhet jenë në monitorim të situatës, edhe për të parandaluar, se çështja është parandalosh, mos shkojmë tek akti. Ju keni komunikuar me drejtoreshën apo drejtorin e shkollës pas këtij rasti? Ne kemi komunikuar me strukturat, me institucionet, në varësi të gjitha dhe sigurisht ngjarja është menduar nga ana e tyre që është mbajtur në kontroll sepse kanë ndërhyrë dhe kanë bërë të mundur shkarkimin e profesorit, por duhet thënë që sinjalizimi dhe gjithë denoncimi ka ardhur nga prindërit kur dëshmitë e nxënësve tregojnë që ata të paktën kishin zhvilluar 5 orë mësimi të anglishtes për zotin. Për jepte edhe detyra shtëpie për zotin e këtij individi, se varet çfarë beson. Eksakt. Ai të paktën dëshmitë e para tregonin që i përkiste fesë dëshmitarëve të Jehovat, e sqaroi që në fakt nga këto dëshmi rezultoi më vonë i përket një besimi të paktën siç pretendohen në rrjetet sociale, është një pastore vetë shpallur, Alketa Progauer, që predikon. Është një që del në TikTok dhe bën kështu sikur heq shejtanin se po e ul pak nivelin bisedës, por e kam parë, është një grua bjonde. Ka një gjuhë komunikimi që predikon dhe mendon se ka fuqinë të shëroj njerëz, ka fuqinë. Mund t'ju heqi këto djajt nga trupi. Ka madje edhe pagëzime të kryera prej zonjës, por Vëllazëria Ungjillore, që është komuniteti zyrtar në marrëveshje me shtetin shqiptar, distancohet nga kjo lëvizje dhe përjashton dhe madje bën thirrje për besimtarët që të mos i besojnë pikërisht që i përket besimit ungjillor. Por lidhjet e profesorit me këtë grupim janë rreth viteve 2020, ku ata kanë publikuar në rrjetet sociale se janë ritakuar pas 27 vitesh. Pra, rezulton që ata janë njohur rreth viteve 90 dhe më pas në këto 6 vitet e fundit ai është bërë pjesë e këtij rrugtimi fetar, ku në fakt edhe postimet e profesorit janë shqetësuese, sepse ai flet për shkatrim masiv, për alarme për fundin e botës, postime që përkojnë edhe me dëshmitë e fëmijëve, nxënësve në institucion që tregojnë që ai vazhdimisht kryente biseda për fundin e botës, sikundër dëshmojnë, pra sikundër thonë në dëshmitë e tyre fëmijët dhe shqetësimi i prindërve. Dhe dua ta theksoj, pas denoncimit të prindërve, është bërë shkarkimi i mësuesit nga Komisioni i Disiplinës. Është hetuar fillimisht nga Komisioni i Etikës dhe më pas Komisioni i Disiplinës ka marrë vendimin me 7 vota pro të mësuesve që të përjashtojnë, të largojnë nga puna profesorin, që do të thotë është një vendim unanim. Pra, të gjithë kanë qenë dakord që profesori të përjashtohet, që do të thotë faktet janë aty. Nuk është se ne kemi dalë dhe kemi treguar një histori të shpikur, një histori të pavërtet, sikundër pretendohet nga besimet caktuara, ose nuk ka qenë fare qëllimi të merremi në fakt me individin, por kur kuptojmë që kjo shkon përtej një individi dhe shkon tek një grupim që ka ndikim goxha të paktën nga ajo që kemi parë në rrjetet sociale, goxha aktiv në platforma digjitale, çfarë ata postojnë, duke përdorur dhe truke për të afruar fëmijën, kjo është shqetësuese dhe mendoj që këtu duhet ketë një ndërhyrje edhe më të fortë madje për të një pushimi nga puna të një profesori në shkollë publike. Lejosh të pak minuta publicitet dhe rikthehemi shumë shpejt në program për ta elaboruar dhe pak më tej këtë temë shumë të rëndësishme. Për të pasigurt se ku i shkollojnë fëmijët e tyre edhe kur bëhet fjalë për një shkollë shtetërore, siç është rasti pra në shkollën 9 vjeçare Gustav Mahler, ku mësuesi anglishtes është bërë publik emri Kristi? Po, drejtonëse ime ka bërë publik Ministria e Arsimit, Drejtoria Rajonale. Ne në fillim fakt hezituam dhe nuk e publikuam emrin, sepse më menduam është përtej një individi. Pra morët me fenomen, se sa po. Por më pas, duke hulumtuar me dhënat e profesorit, kuptuam që në fakt është një grupim që
predikojnë në rrjetet sociale, quhet kisha ndërkombëtare online, kisha në internet, edhe kanë duke pasur hapësira në ligjin për lirinë e besimit. Po ky është diskutimi, domethënë secili mund të besojë çfarë të dojë. Dakor, pra, po si mund të bëjë dallimin midis lirisë së besimit dhe kësaj gjë tjetër, pra që t'ia imponosh fëmijëve. Mendoj që këtu duhet hynë, është e vështirë se ne nuk kemi një mekanizëm kontrolli për platforma digjitale që të kontrolloj përmbajtjen se çfarë flitet. Megjithatë, në momentin që ke njerëz të cilët besojnë që mund të bëhet mrekulli me një individ që merr plot fuqi dhe shet bindjen se mund të të shërojë. Mësuesi ku ndodhet tani? Mësuesi nuk dihet ku ndodhet, paktën nga informacionet që ne kemi, rezulton që ne kemi biseduar dhe me familjar të profesorit, ai nuk ka një numër telefoni, nuk ka një telefon momentalisht prej disa kohësh, dhe familjarët nuk duan të shprehen mbi këtë çështje, por që është e vështirë dhe nuk dihet se ku është profesori. Po, a nuk duhet nuk është paraqitur ditën e hënë, pra në 9 shkurt, ka pasur momentin që ai të shfaqej dhe të paraqiste qëndrimin e tij mbi çështjen dhe të tregonte se për cilat arsye apo të vërtetën e tij. Të tregonte anën e tij të historisë, por nuk është paraqitur, edhe pse ka pasur një mundësi nga ana e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar të Tiranës. Por nga informacionet ai nuk është paraqitur dhe kështu bëhet zgjidhja e njëanshme e kontratës së punës dhe përfundimisht nuk është thjesht një masë disiplinore nga shkolla Gustav Mahler, por këtu hyn edhe Ministri i Arsimit, pra Drejtoria Rajonale dhe gjithë zyrat. Më problemi. Po dëgjoj se ndoshta mund të bëhen edhe pak kështu radikale, ekstremist, a nuk duhet të kërkonte policia këtë zotërin? Këto janë, nuk duhet hetuar më tej? Këto janë çështje që në momentin që nuk bëhet denoncimi i prindërve apo të shqetësues, ata që janë të shqetësuar mbi çështje në institucionet. Ky është denoncimi i madh. Kemi një person që nuk dihet ku është, pra i arratisur, dhe lind pyetja çfarë fsheh, pra pse arratiset? Pse nuk është në shtëpi? Për sa kohë nuk ka një shqetësim nga ana e familjarëve që ta drejtojnë këtë në institucione publike, për sa kohë nuk kemi një denoncim në dyert e policisë, por sigurisht situata është komplekse, është delikate, për sa kohë kemi të bëjmë me mënyrën se si ata shfaqen për të bindur fëmijët, duke përdorur edhe idenë e dhënies së dhuratave, në mënyrë që ata t'u bashkohen për të besuar besimin e tyre dhe për të marrë pjesë, sepse ata përveç aktivitetit që zhvillojnë online, organizojnë edhe evente të mëdha në pallatin e sporteve. Po ku i marrin këto të drejta, këto financa për të organizuar evente kaq shumë të mëdha? Kjo është pikpyetja. Se ne këtu domethënë shohim lloj aktivitetesh, njerëz krijojnë shoqata, e ku ta diun më the të thash, jo aleanca për të mbrojtur X gjës, nuk dua ta kaloj në individ konkret, dhe kur se dim se nga çfarë financohen dhe nga burojnë këtu të ardhura. E çuditshme shumë. Çfarë të kanë thënë prindërit jashtë kamerave? Pra, janë të shqetësuar apo janë indiferent pjesa më e madhe? Në fakt, prindërit e nxënësve të klasave të katërta ishin ata që e ngritën si shqetësim, që ngritën alarmin në shkollë. Por kur shkova me njëherë kur kisha indicjen, vura re që në fakt një pjesë e mirë e prindërve, familjarëve në institucion arsimor që shkojnë për të marrë fëmijët, se ata janë fëmijë të arsimit bazë, pra akoma shoqërohen nga prindërit, gjyshërit, kush është i lirë për të shkuar për t'i marrë nga procesi mësimor në momentin që mbaron. Kështu që vura re që një pjesë e mirë për te klasave që profesori jepte mësim, nuk kishte ndjenim mbi rastin, nuk kishte një informacion, ishte bërë thjesht një mbledhje e kufizuar mbi ata që kishin ngritur shqetësimin,
Dhe nuk ka një lloj transparence, kjo është ajo që të shqetëson. Nuk ka një lloj reagimi që në fakt të jetë gjithëpërfshirës, por përpjekja për ta izoluar, për të mos u marrë vesh, për ta fshehur rastin, domethënë duket sikur punohet vetëm që njerëzit mos dinë që në fakt çfarë ka ndodhur, sepse do prishet imazhi i shkollës. Kur do ishte shumë në rregull, sikur të gjithë masat e bëra të dilnin në një komunikim për shtyp shumë korrekt, të jepnin gjithë informacionin në hapat e ndjekura, por kjo përpjekja për ta fshehur ngjarjen, kjo është ajo që mua më shqetëson. Domethënë ne jemi ndonjëherë kemi një mendësi të gabuar. Shkolla do të ishte krenare nëse do zbulonte një rast të tillë dhe do të lënë. Po sepse nuk është shkolla që e ka zbuluar. Po. Ky është problemi. Që gjithë mekanizmat në fakt kanë çeduar dhe ndërkohë të paktën nga informacionet që na vijnë tregojnë nuk është shkolla që e ka bërë si problem, se besoj se që e profesorit në postimet, paktën postime në rrjetet sociale, po edhe mënyra se ai ishte shumë diskret në raport me kolegët. Nëse dikush mes nesh do ta bënte një gjë të tillë, pra diku do e thoshte një fjalë në kafe, në korridor, për besimin e vet, më kupton? Edhe do e kuptonim ne. E kupton dhe mësuesit besoj që një qasje, një nuhatje duhet ta kenë pasur. Po, edhe kur bëheshim mbledhje me mësues, paktën tregojnë që ka pasur të paktën një qasje drejt predikimit për besimin e tij. Por nga ana tjetër është shqetësuese, të paktën siç thonë që janë përpjekur të fshehin provat, pra kërkesat e profesorit për të dhënë detyra shtëpie, ja u kanë ngrisur fletët e fletoreve të detyrave që kryenin nxënësit, në mënyrë që të mos kishte si thua fakt që profesori e çonte këtë lloj predikimi për te fjalëve, po e dërgonte edhe në një detyrë shtëpie, në një video. Se në fakt mund të haj diskutim edhe një gjë tjetër, pra a duhet të merren pra nëse mësuesit apo drejtorët kanë qenë në dieni, a duhet të ketë një mas për ta, po gjithsesi nuk dua të bëhem edhe kaq gria, domethënë duhen parë të gjitha rastet. Ministria e Arsimit mendoj që duhet të jetë shumë e kujdesshme në politika dhe në mënyrën e orientimit. Edhe mësuesit kanë burokraci pafund, se nuk dua ti përgjigjsoj dhe ti shënjestrojmë si ai grupimi që në fakt nuk po kryen siç duhet detyrën që i është caktuar, por që duhet ndar besimi individual me detyrën publike, kjo është e padiskutueshme, sepse e ke të shkruar në rregullore shkolle, në rregullore institucionale, në ligj që shkolla është laike, nuk promovon asnjë fe të caktuar. Po ndërkohë, nga ana tjetër duhet të ketë një lloj kujdesi, sepse mësuesit po mbyten me detyra burokratike, pra plotëso regjistrin online jashtë shkollës, s'ka internet, s'ka infrastrukturë, pra kanë 100 problematika dhe ndonjëherë nuk ke si t'ju vësh faj ku ta kenë mendjen më përpara. Kështu që është shqetësuese për mënyrën se si ata detyrohen të punojnë. Nga ana tjetër kur shikojmë videon Ronaldo të profesorit të Kosovës, ai është një rast më ekstrem që vërtet më dhimbset mënyra se si shkon. Nëse do mund të rrish ta diskutojmë, por e di që ke shumë punë në terren dhe kronika të rëndësishme të presin apo jo. E vërtet, po vetëm një gjë për nxënësin. Më vjen shumë keq që edhe mënyra e reagimit të nxënësit është vërtet shumë e egër, e ashpër, ta shikosh se si gjuhen dy mosha të ndryshme. Me një brez që po rritet në forma dhune gjithandej, këto janë rezultatet fatkeqësisht Kriste, dhe të falenderoj shumë që ishin në program. Faleminderit shumë. Edhe të uroj një ditë të bukur, se e di që ke shumë punë në terren. Urgjentisht në reklama se kemi të kaluar minutazhin.